sot të parë, besoj që po vjen ajo vllaznia që të gjithë po presin. Jo, Gjergj, jemi vetëm neshjet e para të kampionatit. Normalisht kena bërë mirë, kishim mujtë me bërë dhe më mirë, sepse edhe golin që kena hongër minutat të fundit, ndurët akoma ka mendin aty. Nesha me Dinamon prap kena bërë lojtë mirë, në përgjithësi jam i kënaqur, por është vetëm fillimi, duhet të karikojmë bateritë këto 2 javë, ta shijojmë këtë vend dhe më të punojmë shumë për me mojtë, sepse me mojtë është më vështirë se me kohë. Shumë kush që pa ndeshën sot, pati edhe një dilemë. Elbasani vendin e parë, i dobët apo vllaznia shumë e fortë? Unë them që ishte një ndeshje që pjesa parë u duhet me bërë disa gola të tjerë, humbë me shumë raste edhe fati nuk është me djept. Pjesën e dytë lujt me shumë racional, u mundu me edhe mu rujt edhe mi dhan terren që mi godit me kundër sulm, sepse vjetë dhe mungesa lojtarëve që kishim në ikon. Por gjithsesi, unë mendoj që djemë bërë një ndeshje të mirë, vujtën në fund, po vujtja kur e myll me këtë rezultat, vujtja është e mirë, sepse ka ditë që duhet shtrënguash, s'duhet pësosh gol, dhe djemë të bonin perfekt, bravo i qoftë. 20 minutë që i parë dhe më themi, gjithë pjesa parë ishte një vllaznie frikshme, por në pjesën e dytë Elbasani mori pak sa terren. Pikrisht, ne e dishim që Elbasani në pjesën e dytë do na sulmonte me forcat shumta. U mundum që me Kastratin të ndroshim, me Malen të mërshim mas shpinë, nuk e arritme. Kjo edhe për merit Elbasanit, sepse bani i pjesë 2 të mirë, dhe bravo i qoftë, por thashë, unë them që ekipi jonë ka shumë cilësi, duhet forcojmë karakterin, duhet bindena që për vlerat që kena, për potencialin që ka ekipi, dhe në qoftë do bindeni, do t'jetë më letë. Frikson mbrojtja ndonjëherë profesor, ishte 2-3 momente gabime, cilat e keni cekë edhe gati. Senat, do të bëjmë gabime sepse futbolli është lojë gabimesh. Normalisht duhet i minimizojmë ata, por unë nuk them që ato paten në rast pastër me përjashtim një që pështoj gjini me një dalje të portierit, unë them që komplet pjesa tjetër ato me të vërtet paten qarkullimin e topit më të mirë, por nuk ka si paten një rrezik të madh për raport tonë. Gjithsesi, duhet ta mbyllshim pjesë të parë, por edhe në pjesë dytë kishim mundësi të pakta, por kishim mundësi ta mbyllshim përpara ndeshjes. Sa rëndësishme është ta ruani këtë gjendje profesor, duke qenë se kampionati edhe ndërpritet për pak ditë dhe vllaznia po kalon një formë vërtet shumë të mirë. Dgjoj, ne jemi një fazë që më thënë drejtë ne na intereson kjo pushim, sepse kemi disa lojtarë dëmtuar, që unë shpresoj që do të bëhen, sepse nuk janë pak, tjetë Bismarku, tjetë Çato, tjetë Kuro, Murate që s'kishte bërë stërvitje gjithë javën, ishte vetëm me një ditë stërvitje. Kjo në kohë mu rikuperu dhe djemët që janë të vramë, dhe them që do të na bëjnë mirë. Gjithsesi jemi në rrugën e duhun, por shumë e vështirë me muaj gjithmonë këtë rritë. Mirë që sqaruat problemin e Muratit se pati komente në opinion për mos fillimin nga minuta parë. Jo, Murate nuk ka stërvit as i ditë, a stërvit vetëm dje për para ndeshjes. Me thënë drejten, do më pëlqete që mos ta fut qajtë sot me lujtë, sepse mendoj që ju do të murujt, por nuk ishim rrugë tjetër, sepse gjithë javën ishte pas stërvitje, e futa prej hollit, do më pëlqete ta kishim zgjidhur ndeshjen dhe mos ta fut qajtë. Do jetë vendi i parë pronën e vllaznisë profesor tashmë? Senat, nejna tonë të gatshëm me sakrifiku deri në ekstrem për me mojt vendin e parë. Do të jetë vështirë, është kampionati i gjatë, skuadrat janë të mira, skuadrat janë të forta. Në gjitha fushat është e vështirë me lujt, gjithkush mundet me qitë probleme, gjithkush mundet me trash, si që kampionati jetim. Pavarësisht është që jemi në rrugën e duhun, por mentalitetin duhet ta kena më të fort, mentaliteti duhet jetë gjithë secili i bindur në kokën e vet që kena potencial mund na me dorë dhe kështu jetë përpara. Firmosja me mbrojtjes së njerisë që ka ardhur një përforcim më tepër për një përforcim, mendoj që është një përforcim shumë i rëndësishëm. Ju po ta shihni edhe sot ne kemi pas Melosin që na u dëmtu, Gjini që zotlosin sepse ka bërë 4 kartela të verdha. Është një lojtar cilësor, një lojtar që shpresoj do të na ndihmojnë shumë, ka një CV shumë të mirë. Dhe normalisht gjithë secili nga i parë deri në fundit do të jetë një armë më tepër për ekipin. Profesor, sa i trembeni vetënetësisë së skuadrës duke njohur mentalitetin shkodran? Jo, ne e luftojmë çdo ditë stërvitje. Ne nuk kemi bën gjë të madhe, sepse jemi në vend parë, okay, por kena bërë lojna të mira, kjo është shumë ngro. Vetëkënaqësia në Shkodër është një armë që
duhet ta zgjesojmë, më thonë drejtën, sepse këtu flitet, jo vetëm se flitet, nuk është se flitet nga gazetarët, po janë djemtë ata që e kanë vu vetin tabelë qitjet, me lojnat që kanë bën, kështu që na del shumë për detyrë ta luftojmë. Unë kam djem pjekun në ekip, kam djem me eksperiencë, kam djem që kanë fitu trofe, kështu që tonë bashkë do mundohena maksimalisht për me luftu këtë gjë. Projeceri do ta ndryshojë modulin e lojës profesor apo nuk ndryshon? Jo, nuk besoj që do ta ndryshojë. Normalisht në varësi dhe neshëve që kemi mund na më ndryshu edhe sistem lojët, por gjithsesi thash është lojtar që duhet më po, e kena po vetëm një ditë stërvitje. Do të kemi kohë deri mas 2 javëve dhe të shohim çfarë gjeni tash. Duket mirë, po. Profesor, kjo fitore sotme dhe marrja e kryesimit nga Vllaznia, ka ndonjë dedikim për Martinin? Jo, momenti më i bukur është kur djem u përshëndeten mas neshës me tifozat. Nuk ikën tifozat para si moment, po duhet rokit ekipin dhe ekipi duhet rokiti ata, kështu që kjo është kënaqësia më e madhe që kam sot për këta tifozat që ishin në stadion. Sukses.